Një prej problemeve ka qenë po ashtu edhe për zgjedhja apo emërimi në pozita akademike, që shpeshherë në disa universitete është përcjellur edhe me skandale të ndryshme. Si ka ndodhur kjo në Universitetin e PS? Dhe është e vërtetë ajo që thuhet pra që shpeshherë universitetet publike kanë qenë si strehe për krahasve të partive politike? E para, mbasi që kam ardhur në rektor, jem përpjek me i respektu parimet dhe standardet e Agjencisë Akreditimit. Kom pas fatin e madh që Agjencia Akreditimit i ka vendos standardet e qarta dhe strikte edhe në këtë fushë. Dhe çka ka ndodhur përpara? Ka ndodhur përpara sepse nuk ka pas politika të qarta kadrovike. Pse s'ka pas politika të qarta kadrovike? Sepse universitetet nuk e kanë pas një plan strategjik. Dhe plani strategjik ta përcakton rrugën ka kime shku dhe ku kime mbri. Kur i kitë detalizu me këto, automatikisht dalin edhe politikat kadrovike që në kupton marrjen e stafit kompetent, me kompetencë. Ne, në secilin universitet, në veçanti universitetet në provinca, kemi mjaft staf i cili nuk është kompetent për fushat për cilat ata janë përgatitur. Kanë një kompetencë sekondare, kanë kompetencë terciare, po jo kompetencë primare, dhe ata s'mund jenë barsht programe. Prandaj ata janë sistem. Çka kemi ndodhur, kjo na ka ndihmuar shumë, që stafin spaku ku ardhur ne kemi marrë me kompetencën e plot, në përputhje me politikat kadrovike, në përputhje me planin strategjik të universitetit dhe me standardet të cilat janë të Agjencisë Akreditimit. Nuk mund të akrediton program nëse ata nuk e kanë shifrën Erasmus, që nuk janë kompetent total dhe të profilizuar në fushën e vet. Kjo, nëse më pyet çush ka qenë situata, s'ka qenë e mirë, është përmirësuar jashtëzakonisht shumë në Universitetin Haxhi Zeka, po e njëjta nuk e di për universitetet tjera, po e njëjta situatë ka qenë në përgjitha. Dhe sidomos se sheh kur programe nuk mund të akreditohen. Pse s'mund të akreditohen? Për vetmin fakt se personeli nuk është kompetent, nuk është i kualifikuar për programin. Dhe këto janë gjëra të ndërlidhura dhe natyrisht që ka pas periudha kohore kur edhe ndikimet politike kanë qenë mjaft evidente dhe mjaft prezente në selektimin e stafit. Po tani ka ndryshuar, pra politika është jashtë universitetit. Unë them vendosja e rregullatorëve dhe vendosja e standardeve vetveti e ka eliminu në masë të madhe, nuk po them që nuk ka as tani. Ka presione. Në masë të madhe e kanë ndikuar merma armandin se s'ka lidhje, është doktor shkence. Çka ka kryer doktor shkence nuk ka më rëndësi. Po jo, tash janë standarde që nuk mundesh edhe me desht. Pra është dashur të kaloj një periudhë goxha e gjatë